Pa kaluar ende 24 orë nga momenti kur kërkoi falje për ofendimet e rënda, Rogerti është rikthyer sërish në sulm ndaj Selinës, duke trazuar ujërat në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5. Gjatë ditës së sotme, debati mes tyre është rindezur ashpër, kur Rogerti ka lëshuar akuza të forta për interesa materiale ndaj banorës. Ti do vetëm çuna me lek, burr me lek. Gimbon e mban vetëm për lojë. I është drejtuar ai Selinës duke akuzuar drejt për drejt se afrimiteti i saj me Gimbon është thjesht strategji dhe jo një ndjenjë vërtet. Ky shpërthim vjen vetëm pak kohë pas rikthimit të tij të bujshëm në shtëpi të martën, ku pas një xhiroje në studio për të sqaruar me opinionistët, ajo fut sërish në lojë. Duket se kritikat e marra për gjuhën e përdorur nuk kanë ndikuar në strategjinë e tij, pasi Rogerti po vazhdon me të njëjtin intensitet konfrontues, duke u konfirmuar si figura më polemike e këtij edicioni. Ai nuk e ka lënë me kaq, teksa po hanin darkën që çdo Prime produksioni i jep atyre në obor. Ka filluar muzika me DJ dhe teksa Selin këndonte dhe kërcente. Më shumë është dëgjuar Rogerti, ku i thoshte asaj Dubai, pra vazhdonte që t'i tregonte asaj që ajo ka bërë diçka shumë skandal në Dubai, dhe ky e di këtë informacion. Nuk dije se si kjo situatë do të shkojë megjithatë, duket që ky është një problem shumë i madh, jo vetëm për banorët brenda, por edhe për njerëzit jashtë që shikojnë këtë gjë nga televizori. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit!